Një pensioniste nga Elbasani ka rrëfyer burokracinë me të cilën përballet pacientët në spitale publike. Ajo tregon se pas vizitës në spital ju kërkua të kthej pas një muaji për kontrolle dhe analiza. Kur shkoi sërish, ju komunikua se data më e afërt e lirë ishte data 15 janar. Pra, mbi 4 muaj në prikje. Alternativa e vetme që ju ofrua ishte klinika private ku analizat kushtojnë rreth 100.000 lekë, shumë e papërballueshme për një pension prej 200.000 lekësh. Kjo është mjekësia falas turp për ta, shkruan ajo. Situatat të ngjashme janë shpesh në spitalet e rrethëve ku mungesa e pajisjeve, prishja e tyre të shpeshta dhe numri i kufizuar i specialistëve lën pacientët në pritje me muaj me radhë. Në këtë kohë, ministri i Shëndetësisë Evi Sala, 2 ditë pas prezantimit nga kryeministri Edi Rama, është larguar për 2 javë në Itali, ku vijon punës si drejtuese në qendrën e imazherisë në Spitalin Gemelli, si pedagoge në Universitetin e atij institucioni. Sipas zburimeve, ky udhëtim është pjesë e një marrëveshje mes Ramës që i lejon asaj të mbajë postet në Itali paralelisht me detyrën e ministres. Mbledhjen e qeverisë online për të firmosur dokumentet vetëm kur të kthehet në Shqipëri, ndërsa tendrat e ministrisë do të menaxhojnë vartësit. Kritikat lidhen me faktin se Sala e ndan kohën mes punëve private dhe detyrës shtetërore, ndërkohë që sistemi shëndetësor shqiptar vuan nga mungesa të mëdha. Edi Rama sipas akuzave ka sjellë në qeveri për të përfituar financiarisht, ashtu siç ka vepruar me emërime të tjera. Fondet e shëndetësisë, që kapi miliona euro me tendra dhe ilaçe, ushqime dhe pajisje, pritet të kalojnë sërish përmes klientëve të afërt të qeverisë. Sala, e paguar dhe nga institucione private si Spitali Amerikan, shihet si pjesë e këtij mekanizmi duke lënë sektorin publik në krizë dhe pacientët në mëshirë të fatit.